Ministria e Punëve të Brendshme e informon opinionin se pas ndërmarrjes së masave dhe veprimeve operative nën punës policor nga sektori për punë të brendshme Tetov, sot privuan nga liria 3 të mitur të përfshirë në rastet e lajmërimeve të rreme për bomba në disa shkolla fillore dhe të mesme të Tetovës. Në periudhën e mëparshme u privuan nga liria 2 persona të tjerë, nga të cilët njëri i mitur po ashtu të përfshirë në rastet e lajmërimeve të rreme për bomba. Ndaj të gjithë 5 personave të përfshirë do të parashtrohen parashtresa përkatëse në prokurorinë kompetente në përputhje me kodin penal. Ministria për Punë të Brendshme u bën apel prindërve që të ndërmarrin urgjentisht masat e duhura të kontrollit ndaj fëmijëve të tyre. Nevojitet vëmendje dhe parandalim maksimal për të parandaluar çfarëdo shfaqje të mëtejshme të dukurive të këtilla, të cilat shqetësojnë publikun dhe prishin sistemin e sigurisë. Sektori për punë të brendshme Tetov nuk do të tolerojë asnjë lloj tentimi për të rrezikuar sigurinë e nxënësve dhe qytetarëve. Në raste të veprimeve të këtilla në të ardhmen, do të merren masa më të repta ligjore kundër kryerësve, por edhe kundër prindërve për mospërfilljen e obligimit të mbikëqyrjes. Do të iniciojnë masa pedagogjike dhe sociale në bashkëpunim të ngushtë me institucionet arsimore dhe qendrat e punës sociale.